Ju në gjatë jetë uroj t'jeni mirë, dashur miq, takohemi sonte sepse ka zhvillimet mëdha të cilat duhet i kuptojmë. Duhet t'ja japim shqiptarëve panoramën ashtu siç është. Qëndroni me mua, sepse Suvaja ra me shiun më të parë. Cila Suva? Makiazhi i Edi Ramës dhe i rilindjes, me këto historitë e mëdha me Trump, me Ivanka Trump, me Sazanin, me shtetin, me bordin e paqes, me Gazan, jam i lumtur, nuk mund t'jem më krenar se sa kaq, ndërtoi një gurgulet të madhe, për një javë 10 ditë i mashtroi shqiptarët, i hodhi dhe patronazhistët në sulm, duke u thënë shqiptarëve, o të poshtër ju që nuk dini të bëni asgjë, përveç se të shani. Lavdërojeni qoftë dhe një herë makiazhin e shefit të rilindjes, sepse shifni sa i rëndësishëm është. Makiazhi ra sot, me shiun më të parë. Edi Rama refuzoi të jetë në parlament dhe të votoj vetë bordin e paqes të cilin e çoi ai në parlament. Po pse e bëri këtë? Çfarë fshihet aty prapa? Përse Edi Rama, i cili ju tha shqiptarëve se ai nuk mund të ishte më krenar se kaq për veten dhe për arritjen e Shqipërisë, nuk shkoi në parlament të firmos vetë, të vulos dhe të ngrej kartonin për bordin e paqes që ky u ashiti shqiptarëve, sikur ishte miku i madh i Donald Trumpit dhe bashkë me Lukashenkon u përzgjodh për t'i gënjur shqiptarët dhe për të ndërtuar narrativën këtu brenda, çunave të spakut dhe gocave të spakut, dhe atyre të kushtetuese sot me 22 kur do të flitej për Belinda Ballukun, të cilën ai nuk e lëshon dot, ishin mesazhet pikërisht për ta. Që ata të trembeshin, ne ju a shpjeguam, por patronazhistët janë shumë, janë një ushtri milingonash digjitale, të cilat paguhen nga gjaku i shqiptarëve dhe nga paratë e kokainës, për të ngritur tym dhe për të mashtruar shqiptarët, duke u thënë atyre të pavërteta dhe duke u shitur atyre një mashtrim që nuk ekziston kurrë. Vjosa Osmani, kaçurelësja e Prishtinës, shkon dhe takohet dorë për dorë me Donald Trumpin atje në Davos, tek forumi më i rëndësishëm i planetit, ku ishin mbledhur për të vendosur për historitë më të rëndësishme të planetit. Dhe Vjosa Osmani ishte atje si një sinjal i qartë që tashmë jo më Kosova është në patronazhin e Shqipërisë, por Shqipëria është në patronazh të Kosovës, sepse ata dolën burra më të mëdhej se hajdutët e Tiranës dhe të korruptuarit e saj. Ndaj, dhe kaçurelësja e Prishtinës, që mban të njëjtin mbiemër me mua, që nuk është as turke, as otomane, as osmane, as mbetje arabo-mongole, siç thon patronazhistët e degeneruar, të racës më të degeneruar të këtij kombi që është rilindja, për të sulmuar Kreshnikun dhe Osmanin, e bëjnë her pas here, ju e keni parë, sepse ata duan të ndërtojnë çdo lloj tymnaje që mbron piratin e rilindjes Edi Rama, të cilit tashmë i ka rënë makiazhi me njëherë. I ka rënë me shiun më të parë. Imagjinoni çfarë do të ndodhte sikur të binte një rebesh i madh. Davosi e nxorri la kuriq. Ivanka e nxorri la kuriq, Sazani e nxorri la kuriq, kushtetuesja sot e nxorri la kuriq, spaku e nxorri la kuriq. Qëndro me mua pak minuta dhe do t'i zbërthej të gjitha. Minut pas minute, hap pas hapi, me qetësi, pa sharje, me argument, me logjik, me tru, dhe pastaj mallku qoftë ai bir shqiptari që e ndjen, e kupton që Shqipnia po i shitet dhe bën lojën e pisët. Aty, ata do t'jenë hasmi jon dhe kanë hy automatikisht me ne në gjak. Aty nuk jeni më bashkombasit tanë. Ju jeni vëllezërit dhe bashkombasit tanë të poshtër, për sa kohë jeni debil dhe nuk kuptoni. Ndërkohë që unë t'i shpjegoj, dhe nëse ti patronazhist
e kupton pasi të ta shpjegoj këtë mashtrim të madh me bordin e paqes, me Trumpin, me ftesën, me Davosin, me Ivankën, me Sazanin, me investimet e mëdha dhe me darkën, me gocën e babit. Ti nuk je më një patronazhist mëkatar. Ti je në gjak dhe je hasmi i çdo shqiptarit ndershëm. More vesh patronazhist, tani dëgjo dhe veje veten në test. Nëse je bir bushtre anti-shqiptar, apo je një i fliqur i cili ka vendos me e shit Shqipnin sepse ka ca interesat vogla. A ju a shpjegova prej natës së parë që Çimçakizi dhe bombula Big Bubble, bani mend Çimçakizat Big Bubble, që bënin tullumbace të madhe dhe të vrisnin nofullat. Kur e haje për gjysmë ore të dhimnin nofullat. Por i kishin qef kalamajt Çimçakizat Big Bubble se e bënin topin të madh. Një lloj si Çimçakizi Big Bubble ishte dhe fabula e Ramës me bordin e paqes, me Davosin, me Ivanka Trumpin, me Sazanin dhe me darkën e famshme në Vlorë. Për kë? Për gocën e babit. Doli sot në parlament, atje ku e çoj. Bordin e paqes për Gazën u ala atyre të parlamentit ta votojnë, e votuan me 110 vota pro, asnjë kundër. Edhe këta të opozitës që po presin të avari Trumpi dhe të heqi nga lista e zezë, shefin e tyre, ja dhanë votën pa pyetur as këta Ramën që është kjo ftesë dhe çfarë kostosh ka kjo ftesa. Sepse këtu nuk janë ngarë për të mbrojtë Shqipnin, këta janë ngarë kuj do i shkeli synin Amerika. E kuptoni kush është ndryshim? Kreshnik, po ai del kush do të Amerikës kundër? Jo. Në Shqipni nuk i del do të kush kundër, dhe kush i del kundër o të gebo loj tjetër, por dikush që nuk ka bo korupcion, dikush që nuk është birë bushtre, dikush që nuk ka vjedh miliardat e shqiptarve dhe ka bërë namin e zi, mund të thot alaadve Amerikan, çfarë është bordi i paqes, çfarë kostosh do të ketë bordi i paqes, cilat janë kompetencat tona brenda bordit të paqes, dhe për këta fukarejt e Shqipnis që janë pa buk. Sa do të kushtoj këtyre pjesëmarrja në këtë bord? Si që bën Albini në Kosovë. Albini ishte i ftuar në Davos ke dhoma amerikane. Baton Haxhit dhe buzhalat dhe sorosianët e Tiranës, të cilët e sulmojnë Albinin jo sepse janë kundër Albinit. Kujdes, Albinin e kam kritikuar edhe unë. Dhe do ta kritikoj aq herë sa do ta shoh të arsyeshme dhe nuk pyes njerësi për tokës, në qoftë se Albini e bën veten për t'u kritiku. Sorosianët e Tiranës që bëjnë si trampist e sulmojnë Albinin sepse urdhri i vjen nga Edi Rama, i cili duhet u thotë shqiptarve Albini është anti-amerikan. Një lloj si thot Buzhala me Baton Haxhiović. Vjosa doli dhe e shplau makjazhin e Tiranës dhe me takimin e ngrohtë me Donald Trumpin, Vučić ja shloje 2 gur dhe shoku i tij Rama ja shloje. Çfarë bëri Rama? Një lëvizje fatale që atë e shkatëron, edhe pse ne jetojmë në një botë ku nuk e qeth kush se çfarë ke thënë edhe çfarë thua, se janë interesat e momentit, ju e dini. Rama bëri një gafë të tmerrshme sot në parlament, i nervozuar, duke marrë frymë me turbulenca të forta në gjoks.
me mlef të madh ndaj kritikëve të tij, ndaj opozitarëve, ndaj llumit, ndaj mediave, ndaj atyre që ja qirin maskën dhe ja qirin mashtrimet, ja grisin maskën e mashtrimeve të tij. Çfarë tha? Nuk kam shkuar në Davos, sepse unë jam miku i gocës së babit. Goca e babit është Ivanka. Dhe Trumpi, nga që e ka Amerikën çifligun e vet, edhe Shqipnin me Sazanin çifligun e vet, dhe Davosin çifligun e vet, i pas ka thënë Ramës, merru me gocën e babit dhe lëre Davosin, ku takohen njerëzit më të rëndësishëm të planetit për të vendosur për të ardhmen e planetit. Nuk ka rëndësi sa të moralshëm e të pamoralshëm janë, ky është debat tjetër. Sa as ne si jemi të moralshëm, as ju që dëgjoni si jeni të moralshëm. Ne na mashtrojnë, ju mashtrojnë, ju mashtroni tjerët, ju na mashtroni ne, bravo, 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 bravo. Myte. Hangërt kokën e vetë, thu sa më kërshniku video. Edhe ky një kokra hajdutit është kush di ku ha, ku pi, kush di qa spionja është, kush di kush e mba. Unë vazhdoj shoh ëndra që do ju zgjoj ju vazhdoni thoni, bravo të qoftë, dhe sa e fikni thoni, hang shkokën tate, unë kam hallin e shtëpisë time. Në fakt njerëzimi nuk kam mbrit nga i madhi Zot, nuk e kam mbrit në këtë deregje, po të mos ishim të gjithë një llum i madh dhe një puset e madhe. Gjendja e njerëzimit është kjo. Dhe ne na e ka vënë Zoti festen, ashtu siç kemi kokë, sepse çdo popull e meriton qeverisjen që ka. Ta kalojmë këtë. Del Rama sot dhe u thot në parlament, unë nuk shkova në Davos, sepse kam mike gocën e babit këtu, që është Ivanka, zonja Trump, me Kushnerin. Dhe Trumpi pas ka thënë këtit, si kur Trumpi që ka një biznesmen, që ka dalë, bën biznes, është këshu, ndërmjetësus, ka kompani ndërmjetësimi, që bën bizneset e gocës dhe dhëndrit, edhe i thot këtit, lene punë në Shqipëris, meru i qik me gocën time, edhe lere këtë Davosin, që duhet Davosi? Kush e ha këtë rejnë? Këdoni të mashtroni. Këdoni të mashtroni kryeministri për kohëshëm i Shqipëris. Shqiptarët? Apo patronazhistët? Apo anti-shqiptarët? Apo amerikanët? Kushtetuesen? Spakun? FBI-n? DEA-n? Departamentin Amerikan të Shtetit? Davosin? Apo çunat dhe gocat e PS-s që po përgatiten për rebelimin e madh dhe për grusht shteti sa po të rëshkas këmba. Ku ishte iftari i madh që bëri statusin e madh. Është një nder i madh për mua, si tha Nafia, që sonte do të tunë dy bekun për partim. Gjasil është një nder i madh për mua. Është të lumë, të thote. Koço dhe vole, i pas shpirti rahmet. Që lutë rolin e Sulo Gradeckët. Më shoj Nafia, bjeri dy bekun, është një nder i madh për mua. Edhe ky, Nafia i rilindjes, çfarë tha? Është një nder i madh që përzgjidhem unë nga Donald Trumpi për bordhin e paqes dhe nuk mund të jem, I can't be more proud of Albania. Ky s'mund të ishte më shumë krenar se kaq për Shqipërinë, sepse ishte ftuar dhe ky ishte tregues i arritjeve të mëdha të sektit të rilindjes. Çfarë fantazie shthurur. Dhe që popull është ai që i beson një degenerimi si kë. Cila mund tjetë cilësia
e trurit të një mase, të një tufe idiotësh të cilët besojnë në rrena kaq ordinere sa këto, në palavra kaq të hapura sa këto. E mori bordin e paqes, e çoi në parlament dhe iku nga parlamenti, nuk e votoi vet bordin e paqes. Atë bord për të cilin i kishte thënë shqiptarëve se ky nuk mund të jetë më krenar se kaq. Po pse mo zoti Rama nuk na e votove? Pse nuk na e votove bordin e paqes? Po ti na çave da ullë me veshën deri më sot. Çunat e opozitës dhe gocat e opozitës e votuan sepse duan t'i thonë Trumpit pash hatrin e Zotit na hiqat non gratën, se nuk ka njëri tjetër. Kuptoni kush është la? Nuk ka kush të vi në Shqipëri as kush tjetër përveç Berishës dhe PD-s, sepse nuk do t'lem as një njëri tjetër të dalë. Populli opozitar o do vi ke ne, o do thy do përplasi kokën masmurit. Pra populli shqiptar o do pranoj Kleviz Balliun, Albana Vokshin, debutet, me Fatmir Mediun, me Josefina Topallin, me gjithë ata që s'kan as votat e shtëpis vet, por që i fut Berisha në listë sigurt, ose populli opozitar pranon këtë lojë të Berishës, ose thyft kokën masmurit. Këta të opozitës ngritën kartonin se këta janë trampista. Fred Lela trampist, kuptoni ju? Dhe i thon Trumpit, na sill ne se s'ka njëri tjetër. Ti ku ne kemi shpik ne, Shabanin e shpiku Rama, e çumi dham e bëm Shabanin ashtu avokat populli, ja dhe 2-3 tjerë i rregullojnë nda ata, ku të shkoni tjetër do vini kene. Kurse Rama nuk pranoj ta firmos, as ta votoj sot bordin e paqes, as në parlamentin shqiptar, po as në Davos, atje ku shtrëngimin e dorës me shqiptarët presidenti Trump e zëvendësoi me shtrëngimin e dorës së kaçurrelses së Prishtinës, zonjës Osmani, e cila sot ka zyrtarisht bashkë me zotin Kurti në patronazh në Shqipërinë ndaj zoti Kurti, dhe ju zonja e nderuar Vjosa Osmani, edhe pse nuk bim gjë bashkë, nuk jemi fis, pra, mos kujtoni se e kemi fis. Edhe mos kujtoni se po e ngrë Kreshniku se e ka Osmanën e vet. Jo. Vjosa dhe Albini sot do t'jeni në targetin ton, sepse keni marrë, ju është dorëzu Shqipnia, jeni ju përfaqësuesit e Shqipnisë sot. Dhe keni detyrim mbroni edhe Kosovën edhe ne të Shqipnisë. Dhe në qoftë se nuk e boni, do të merremi me ju shumë ashpërsisht, dhe kjo është shumë e pastër, kjo që po them, nuk është ironi. Albin dhe Vjosa. Edhe Albini me onde i ka flokët, ka çorrels më duket se ka qenë dhaj. Vllai im Albin, motra ime Vjosa. Nga sot e tutje që Davosi ju dha dorën Trumpi në Davos, ndërsa Albini si dha dorën po e thirri ke dhoma amerikane një ditë më parë, sot e paqin qaf Shqipnin, prej sot e tutje Shqipëria ka rënë. Shqipërinë e keni ju amanet. Dhe po s'bët gjë për Shqipnin, se mos kujtoni ju të Kosovës, se Tirana do merret me ju. Tirana është me Batonin, me Blendi Fevziun dhe me Berat Buzhalën dhe ju shesin Beograd. Bashkë me Grida Dumën. Ju e keni mbes Shqipnin sot, ju ala Trumpi dje kur dha Albinin e ftoi ke dhoma amerikane, Vjosës i dha dorën. Ky e degeneroi Trumpin, më tha Trumpi, si me qenë Shqipnia baçja Trumpit, me Davosin edhe me këtë, OKB-n edhe me lojë ndërkombëtare. Më tha Trumpi, ç'a do ti në Davos? Rama kështu, në parlament sot. Mos ec në Davos, shko merru çik me gocën time, se goca është e vogël tu. Për këtë do jap llogari shumë të madhe.
po rrinë këmbë Rama, po rrinë në këmbë, sepse vazhdon të thot shqiptarëve dhe atyre në Amerikë, po hika unë, do vi Berisha, okej, po hikim. Dakord, kush është loja? Ndërkohë Berisha, si dhel për e madhe që është, dhe që don të ruaj status quo-n, nuk e hap lojën të jap garanci popullit opozitar për kod zgjedhor, për mos marrëveshje me Ramën dhe për rrethim të kryeministrisë derisa të largohet kryeministri, qeveri teknike jo mes Ramës dhe Berishës, kod të ri zgjedhor dhe të hymë në zgjedhje me zgjedhje të lira dhe të ndershme. Berisha nuk I jep këto garanci. A dini pse? Nesër 1 milion shqiptar dalin shesh në qoftë se Berisha thot nuk kthehem në shtëpi, po nuk ra Rama, po s'rrethoj kryeministrinë, po s'hapi kodin zgjedhor, t'hapi listat, t'japi garanci kushtetuese dhe të rëzohet Edi Rama dhe thot po s'mndesh mu populli, unë do të rhiqem. Nuk e bën Berisha këtë. Thot hajde një shesh, po bënde humor sot me Rama. E pa besueshme miq. Doli Berisha sot dhe I tha Ramës, po që burr e të vin rinë zyrë me datë 24. Teatër kuklash. Dhe kjo ndodh sepse ata besojnë se unë, ju dhe ne të gjithë bashkë jemi një tuf e madhe ose idiotësh që nuk kuptojnë, ose të pafuqishëm. Thot, le ta kuptojnë. Kujt I qethet se e kuptuan ata? Nuk kanë çfarë të bëjnë, nuk kanë fuqi me reagu. Ne e kontrolloj, unë dhe Rama e kontrollojmë lojën. Dhe amerikanët o vinë të këmbët e mia, thot Berisha, ose do dalin jashtë lojë. Nuk I le ty në lojë. Se s'ka parti tjetër. Ti më thu mu Dilo Kreshnik se ke parti, ti e kryetar partie, dil nxirre mblidhe popullin, kur ta mbledhun popullin ti nuk vjen shesh. Rama nuk kishte një ftesë për Davos. Dhe pse u përzu nga Davosi? Sepse ka humbur legitimitetin, sepse është I korruptuar, sepse ftesa e tij në forum vendimarrje kaq të madhe botërore godet legitimitetin e forumit, sepse është figurë problematike me një tuf me dosje mbi supe. Çfarë po bën Rama? Po ja përlajn lekët që ka. Qa ka Tony Blair, e qa ka lobista, e qa ka lob hebre e Izraelit me ndikim në Washington dhe tek Donald Trumpi, I ka shku llafi që ky ka 10 miliarda dollar bashkë me këtë tjetrin këtu. Tani para se ta hedhin në kosh, do t'ja marrin lekët dhe e mbajnë me shpresa. I japin kështu doza të vogla frymarrje. Sa I japin I frymarrje, I nis ky nga 50 milion dollar, nga 20 milion dollar. E pat ju ky si ka problem se është në pushtet. Ishte Berisha atje, ja hapi thesin Lasivitës. Ja hapi Berisha thesin Lasivitës 13 vjet në opozit. Imagjinoni ti ju qa fuqi e kanë ata. Pare. Edhe janë gati të paguajnë 20 fishin, vetëm që të marrin miratim në Washington. Qa tha Rama? Bordin e paqes ta do shkoj ta firmos në shtëpi të bardhë. Kuptoni? Shtëpi të bardhë ishte edhe Sajmir Tahiri, u taku me Obama. Po erdhi këtu, shkoj duke pirë raki Ballkazonis, raki Skrapari, me peshke me ven, atje me çunat ke burr guzi. Pavarësisht se dilte natën, edhe shkote flinte në shtëpi dhe u kthete mëngjes. Ju duhet ta dini këtë, ë? Apo se dini të gjithë? E dini ju, që nuk e bëjnë burgun tamam këta. E megjithatë, atë erën e qelpsin lëkut atje, dhe të bëjnë urinën ke tualeti me erë të qelbur I burgut, e bëjnë dhe këta. Qoftë dhe pse flenë shtëpi natën. Do të thoni ju, për aq miliona euro, 50 milion euro, 100 milion euro, sa ka bë Sajmir Tahiri, kujti plasi se po bëca vite burgi, bëj unë thoni ju gjithë aty, ke komentet.
Ajo era që del nga urina, ke toaletet e burgut, era farmakut, ti kalbë ato mushkrit dhe ti ta pështjellon atë fitimin që ke marrë. Goditja tjetër që ja hodhi Suvan Ramës në tokë, kush ishte? Spaku. Rama e mori Ivankën, zonjën Trump, bashkë me bordin e paqes dhe bombardoi 4 ditë me gjithë tufën e idiotëve dhe debilëve. Unë jam Trumpi, a shikoni, unë jam Amerika, unë jam i fort, unë kam lobim të fuqishëm, unë kam këtë, kam lidhje të fuqishme njëra tjetër. Dakord? Çfarë tha? Do tremen këto të Spakut, tha. Qa bëni Spaku sot? Spaku shkoj sot në gjykatë kushtetuese, unë kam gjuhë gjithë seancën nga fillimi deri në fund. Spaku kërkoi kokën e Ballukut. Çfarë do të thotë që Spaku sot kërkoi kokën e Ballukut? Kjo do të thotë që ne nuk na qethet fare se kush të vjen me taku ty dhe kujt do ja japësh sazanin ti, sepse FBI dhe Departamenti i Shtetit që më mbështet Spakun, na ka thënë jepini gaz. Dhe ne duam kokën e hajdutes Balluku. Por ajo ka rënë ai, ju e kuptoni. Ky tani do të hedhi miliardat, se din ata kanë marrë vesh, edhe izraelitët, edhe amerikanët, edhe europianët, edhe britanikët, edhe italianët, edhe arabët, e din që ky është krim në para bashkë me turqit. Turqit e din më mirë. Dhe turqit ja din mirë kulisat këtit këtu brenda. Se i kanë dhe kasetat. Bashkë me amerikanët, kasetat e Gysagast. Do i vi momenti. Kasetat janë atje ke vendi, ju i dini, apo jo? Por ato kanë kohë, do ja përlajnë lekët këtij herë. Pastaj ata mbasi ti marrin lekët, thonë, nuk e njohim më, s'dim kush është. Pse kishte problem Rama me prit gocën e Donald Trumpit këtu të hante dark me të, charterin ja ka lënë Erdogani poshtë me nderes, ti jipte charterit shkonte në Davos. I bënte respektin gocës babit, edhe shkonte ke babi, po se pret babi mo. Babi priste atje të rritej numri i njerëzve që firmosin bordin e paqes, si që firmosi zonja Osmani. I dha dhe dorën, i foli edhe ke veshi, s'kishte fotografia as me Vučićin, as me Edi Ramën. Dërsa Spaku shkoj sot në kushtetuese tha du kokën e Ballukut. Dërsa ai shfryu në parlament i lebetitur, ma keni marrë Erionin pa të drejtë dhe duhet ma ktheni Erionin. Jo vetëm që si u lëshoj Ballukun, po më keni marrë Erionin, si kur s'ishte ky që çoj nesti angonin të arras Erionit sakral, që ta zhduk nga rruga sepse ishte i rivali i tij politik. Qartë o shqiptari im, apo jo? Qartë o vllazni këtu në Shqipni, atje në diaspor, atje në Ilirit dhe atje në Lugin. Qartë o vllazni, apo është akoma e paqartë? Qartë o shoku patronazhist, apo se ke kuptu akoma? Më qafsh më thuaj një fjalë të komentet që të kuptoj. E ke kuptu tashmë që është një mashtrim i madh dhe se Suvaja ra me shiun më të parë, apo do hym gjak me njëri tjetrin, se ne nuk të lëm njëri ta shemi Shqipnin, edhe sikur të hudhet bomba atomike. Do vdesin, punë e madhe se do vdesin. Një herë lind njeriu dhe një herë vdes. O jeton me nder, ose poshtë tokës 100 herë më mirë se i poshtrum si për tokës. Rama është izoluar, po i marrin parat lobistët dhe po ble kohë.
po blek kohë, sepse ka vakum. Dhe mesazhi është për Albinin dhe për Vjosën. Sa të zgjidhet puna në Shqipni, Albin dhe Vjosa e paçi amanet Shqipnin. Dhe mallku qofshi, ju dhe çdo bir shqiptari që i shet interesat e Shqipnisë në këto ditë rrezikshme që po kalon shqiptaria në oqeanin e madh dhe trazuar të lojës së kombeve. Ne këtu në Tiranë jemi tradhtu. Trumpi ju dha dorën ju dha besën ju, do të thotë ju na keni ne në patronazh të shti. Jemi në besën tuaj, Albin dhe Vjosa. Derisa të shpëtojmë nga kërmat e Tiranës, kërmat e Sorosit dhe kërmat e anti-shqiptarisë, kërmat e Beogradit dhe të gjitha shërbimeve anti-shqiptare që për 34 vjet punojnë natën dhe ditën për të na shkatërruar si kombë. Suvaja ra. Ivanka ishte loja, Trumpi ishte loja, bordi i paqes ishte loja, Spaku ishte loja, shpartallimi i nisi dhe u kthye sot, i gjithi në fytyrë, e gjithë pështyma që ngriti për të ndërtuar një imazh fals, për të maskuar humbjen e tij të madhe dhe dështimin e tij të madh, sepse ai është big loser, ai është një humbës i madh. E gjithë pështyma dhe fryma që i shpenzoi për të mashtruar shqiptarët nga bordi i paqes, tek Ivanka Trump, tek Davosi, tek Trumpi, tek Sazani, tek Zvërneci, tek Arabët, tek Izraeli, tek Netanyahu, të gjitha ju shëmbën sot. Spaku kërkoi kokën e Ballukut, Trumpi i dha dorën Vjosës, Albini ishte tek dhoma amerikane në Davos një natë përpara, Ramës shkilmin në mendere jashtë Davosit, dhe Spaku shkoi i tha, ne nuk tërhiqemi, as dum t'ja dim fare, ka ardhur goca babit apo ka ardhur goca mamit, se këto janë filmat e Edi Ramës dhe të lobistëve, të cilët po i blejnë kohë ndërkombëtare Edi Ramës. Për çfarë? Për të mashtruar shqiptarët dhe për t'ia vjedh, për t'ia marrë, për t'ia grabit ato lek që ai ka vjedh shqiptarëve, bashkë me shokët e tij, 34 vjet. Janë multimiliarder. Peshkaqente mëdhe dhe ja marrin lekët para se t'i hedhin kosh. Sepse këta fundërina antikombëtare nuk zgjodhen të bëjnë paqë me popullin e tyre. Dhe të gjithë bashkë t'i dilnim Shqipëri Zot në këto ditë vështira, të gjithë bashkë të bënim aleancë dhe të ndërtonim strategjinë si ta mbrojmë Shqipërinë përballë rreziqeve, por zgjodhen të na shesin ne, të na hanë mishin dhe të na hedhin kock në tregun e pisët të gjësë gjallë në lojën e kombeve. Dhe po shkojnë sot me mishin dhe me gjakun që na e ropën ne për së gjalli për 34 vjet, të gjitha ta që i trashëgoi partia e punës në 90-ën dhe i dau në parti, na nxorën në shitje për të blerë pushtet në ankandin e ri të lojës ndërkombëtare. Ankandi i madh më i fundit ishte në Davos. Paria e Tiranës u refuzua e poshtërua. Do të vazhdojnë të marrin frym derisa ne të mos kemi fuqi të organizohemi dhe ta çajmë dhe ta çirrim narrativën, do të vazhdojnë të jenë të pushtetshëm derisa ju të mos keni fuqi të kuptoni, ju të ndershmit. Bit e bushtrave dhe anti-shqiptarët ne nuk i bëjmë dot me vetë. Ata nuk kanë genin ton, nuk kanë gjakun ton, nuk kanë parimet tona, nuk kanë cipën ton, nuk kanë ADN-n ton, nuk kanë kodin ton të vlerave, nuk kanë burrnin ton, nuk kanë shqiptarin ton, nuk kanë besën ton. Ky kombë është kombi i besës. Dhe kjo nuk është mit. Është i besës edhe pse kemi pas
Një tuf shumë të madhe tradhtarësh që i kanë ngul fikën dhe i kanë fut helmin çdo kujt që është përpjek dhe ka luftu për këtë komb. Për gjuhën shqipe, për flamurin shqiptar, për pavarësinë, për mëdhetësinë dhe për çdo interes madhor të këtij kombi. Shqipëria sot dhe bota kur nuk ka qenë më parë në rrezik sa ky, as 1912, as 1945 kur mbaroi lufta e dytë botërore. As luftën e parë botërore. Sot është më në rrezik se kur. Amerikanët zgjodhen na linin në dorë në besë të Vjosa Osmanit. Vjosa, jemi në besën tate, Albin jemi në besën tate, derisa t'i shporim hajnat e Tiranës. Ata janë tirania. Ne jemi Tirana, ata janë tirania. Hajnat e Tiranës derisa t'i shporim jemi në besë të Kosovës. Të paktën kështu vendosën Amerikanët dje në Davos. Kush e kupton lojën, e kupton. Kush nuk e kupton, është anti-shqiptar. Nëse ka vetdije. Kush nuk ka kapacitet mental për ta kuptuar gjë kaq të thjeshtë, këto janë punë të Zotit. Nuk themi asgjë tjetër përveç se faleminderit o Zot, edhe për budallëk. Budallalliku i lindur është patologji. Këtë e jep Zoti për arsyet që di ai. Ka një urtësi që e di ai. Ne s'kemi që t'i bëjmë atij që nuk kupton dot. Ne e kemi problemin me atë që kupton dhe edhe pse ka kuptu, vazhdon t'ia nguli thikën Shqipnisë pas shpinën. Këta janë hasmi jonë, sa të jemi gjallë dhe sa të jemi si për tokës. Nuk e dia është e qartë apo jo. Më shkruni ke komentet, a e kuptut sa e qartë është apo jo. Dhe mesazh i fundit për protestuesit e Berishës. Berisha nuk ka asnjë mundësi të jetë zëvendësi Edi Ramës dhe nuk e ka nderin as burnin, as kodin, as moralin për të thirrë popullin shqiptar në protesta masive në qoftë se 1. Garanci për vazhdimsinë e protestave dhe rrethimin e regjimit Edi Ramës derisa të vijë regjimi. 2. Garanci kushtetuese për çmontim të këtij kodi zgjedhor dhe qeveri teknike pa marrëveshjen e Ramës dhe të Berishës me teknicien jashtë PS-s dhe PD-s me miratim ndërkombëtar dhe me pëlqim të brendshëm shqiptar, jo qeverisë teknike me marrëveshje Bylykbashi Gjiknuri, hapni ndryshimet kushtetuese, zgjidhni kod zgjedhor, ndërtoni, jepni mundësinë që secila parti të shkojë në zgjedhje dhe të numëroj votat e veta, jo votat e mia t'i numëroj Saliu apo Edi Rama. Kjo është e vetmja mënyrë që populli të dalë në protesta me Sali Berishën apo këdo që i thërret pas sigël partie. Kjo është qëndrimi i lëvizjes Adeu. E përsëris shumë shkurt, telegrafikisht. E vetmja mënyrë që populli të mos mashtrohet, siç është mashtruar deri më sot nga Berisha, ku i kanë nxjerrë në xhiro në bulevard. I thot hajdeni ju, që ai të marri leje kullash dhe ata sorosianët që ka rrethu veten atje të vazhdojnë të bëjnë biznes me kompanitë e Edi Ramës, po ja bëjmë qarta kushtet. E doni popullin atje, ftoni popullin jashtë siglës PD-s. 1. Ipni garanci kushtetuese. 2. Rrethimi kryeministrisë. 3. Deri në rënien e regjimit, ndryshimet kodit zgjedhor, garanci për zgjedhje të lira dhe të ndershme, qeveri teknike jashtë një marrëveshje Rama-Berisha, qeveri teknike të përcaktuar nga populli i thjesht, nga teknokrat të cilët hapin rrugën për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Çdo ftesë tjetër për të bashkuar në protesta është mashtrim i hapur i cili ka vetëm një qëllim: ruajtjen e monopolit të opozitës në duart e Sali Berishës
për të përforcuar dhe për të rritur stekën e Berishës tek Edi Rama 1 dhe të dy bashk Edi Rama dhe Berisha, ti tregojnë Amerikanëve dhe Europianëve që nuk ka asnjë alternativë tjetër në Shqipëri përveç se të merren vesh me Ramën dhe me Berishën. Kaq kisha për sot. Zhvillimet tjera të mëdha do të jenë në vijim, por ju e dini si gjithmonë ato vijojnë në numrin e ardhshëm. Mbetemi në kontakt, natën mirë për sot.